Faktorizimi me anë të veçimit të katërorit të plot. Për të kryer këtë faktorizim përdoret identiteti a në katror minus b në katror barabart me a plus b që shumëzon a minus b. Por si fillim, duhet të keni përveçsuar metodën e veçimit të katërorit të plot të shpjeguar në videon më sipër. Në mësimin e veçimit të katërorit të plot, trinomin e fuqisë së dytë e kemi sjellë në këtë formë. Kujtojmë që me d kemi shënuar dallorin barabart me b në katror minus 4ac. Faktorizojmë a dhe përveç a kemi faktorin e veçuar në klapa katrore, ku brenda klapës kemi x plus b ndaj 2a e gjitha në katror dhe minus d ndaj 4a në katror. Jemi në kushtet e identitetit ku a e madhe barabart me x plus b ndaj 2a dhe b barabart me rrënja e d ndaj 2a. Zbatojmë duke bërë krahasime me formulën. Kemi parasysh që për të faktorizuar, dallori duhet të jetë pozitiv ose 0. Kujtojmë që te trinomi x katror minus 4x plus 3, kemi veçuar katrorin e plot duke i shtuar x katror minus 4x 2 në katror. Zbresim 2 në katror. Vim në formën x minus 2 e gjitha në katror minus 1 në katror, ku a barabart me x minus 2 dhe b barabart me 1, zbatojmë formulën, faktorët x minus 3, x minus 1. X në katror plus 8x minus 9 veprojmë një lloj, koeficienti para x-it katror barabart me 1, koeficienti para x-it barabart me 8, gjysma e 8-ës 4, shtojmë 4 në katror, dhe zbresim 4 në katror. Në këtë mënyrë kemi veçuar x plus 4 e gjitha në katror si katrori plot. Minus 4 katror minus 9 barabart me minus 25. Jemi në kushtet ku a e madhe barabart me x plus 4 dhe b e madhe barabart me 5. Zbatojmë identitetin, kryejmë veprimet brenda klapave, faktorët x minus 1, x plus 9. Në trinomin 4x katror minus 8x minus 5, koeficienti para x katror është 4, do me thënë a barabart me 4. Faktorizojmë dy kufizat e para, kemi 4 që shumëzon x katror minus 2x, x katror minus 2x veçohet si katrori plot nëse shtojmë gjysmën e minus 2 në katror, plus 1 në katror. Në të vërtet kemi shtuar 4 er 1 në katror dhe e zbresim 4 er 1 në katror. X katror minus 2x plus 1 në katror barabart me x minus 1 në katror, 4 barabart me 2 në katror, shpreja vjen në formën 2 që shumëzon x minus 1 e gjitha në katror minus 9 ose minus 3 në katror. Krahasojmë me formulën a barabart me 2 që shumëzon x minus 1, b barabart me 3. Kryejmë veprimet, faktorët 2x minus 5, 2x plus 1. Në trinomin 9x katror minus 18x plus 5, koeficienti a para x-it katror 9. E faktorizojmë në dy kufizat e para, formojmë katror të plot me x katror minus 2x duke shtuar 1 në katror, në të vërtetë tek shpreja kemi shtuar 9 er 1 në katror dhe zbresim 9 er 1 në katror. Katrori plot i formuar x minus 1 në katror, 9 ta shënohet 3 në katror, shpreja mund të shkruhet 3 që shumëzon x minus 1 e gjitha në katror minus 4 ose minus 2 në katror. Krahasuar me formulën a barabart me 3 që shumëzon x minus 1 dhe b barabart me 2. Kryejmë veprimet brenda klapave katrore, faktorët 3x minus 5, 3x minus 1. Minus 2x në katror plus 4x minus 1 ka koeficientin para x në katror minus 2 e faktorizojmë në dy kufizat e para ku veçohet x katror minus 2x dhe shtohet 1 në katror për të formuar katror të plot. Në të vërtetë, kemi shtuar në shprehje minus 2 er 1 në katror, do të thotë minus 2. Për të kryer shndërrim identik do të shtojmë edhe plus 2. Vjen në formën minus 2 që shumëzon x minus 1 në katror plus 1. Faktorizojmë a barabart me minus 2, e zbatojmë formulën me shprehjen brenda klapës katrore ku a në katror barabart me x minus 1 në katror dhe a barabart me x minus 1, b në katror barabart me 1 e dyta do të thotë b barabart me 1 ndaj rrënje 2, ose e konjuguar rrënje 2 ndaj 2.
Minus 2x katror minus 16x plus 4 e ka koeficientin para x katror minus 2. E faktorizojmë në dy kufizat e para, kemi veçuar x katror plus 8x, që të formohet katrori plot, du të shtojmë gjysmën e 8-s në katror, 4 në katror brenda klapës. Në të vërtetë kemi shtuar minus 2r4 në katror. Për të kryer shndërim identik edhe mbledhim 2r4 në katror, shpreha vjen në formën minus 2, që shumëzon x plus 4 në katror plus 36. Faktorizojmë minus 2, zbatojmë formulën për shprehjen brenda klapës katrore, ku a barabart me x plus 4 dhe b në katror barabart me 18, do të thotë b barabart me rrënje 18 ose 3 rrënje 2. 18 është katrori 3 rrënje 2. Minus 3x në katror plus 18x minus 29, koeficienti para x katror barabart me minus 3, faktorizojmë në dy kufizat e para dhe kemi të veçuar x katror minus 6x. Koeficienti para x minus 6, gjysma e minus 6 barabart me minus 3 e shtojmë në katror brenda klapës, plus 3 në katror. Në shprehje kemi shtuar minus 3r3 në katror, mbledhim 3r3 në katror për të anulluar veprimin, vjen në formën minus 3 që shumëzon x minus 3 e gjitha në katror minus 2. Minus 3 që shumëzon x minus 3 në katror është negative për çdo x, minus 2 është një konstante negative, shpreha është negative për çdo x, do të thotë nuk faktorizohet, edhe nëse kontrollojmë dallorin del minus 24 negativ. 3x katror minus 12x plus 17, koeficienti para x katror është 3, faktorizojmë në dy kufizat e para. Do të kishim veçuar x katror minus 4x, gjysma minus 4 minus 2, do të thotë katrori plot i formuar është x minus 2 në katror. Kemi shtuar 3r2 në katror për të veçuar të katror të plot, e anullojmë me minus 3r2 në katror. Shpreha vjen në formën 3 që shumëzon x minus 2 e gjitha në katror plus 5, e cila është pozitive për çdo vlerë të x-it, do të thotë nuk faktorizohet. Edhe nëse kontrollojmë dallorin, vlera e tij është minus 60 negativ. X në të katërt plus x në katror plus 1 është një polinom i fuqisë së katërt. Për të veçuar katrorin e plot, duhet x në të katërt plus 2x në katror plus 1. Kemi shtuar x në katror, zbresim x në katror, ose x në katror e shprehim si 2x katror minus x në katror. Me tre kufizat e para formohet x katror plus 1 e gjitha në katror, minus x në katror. Jemi në kushtet e identitetit, ku a barabart me x katror plus 1, b barabart me x, dhe zbatojmë formulën. Faktorët x katror plus 1 minus x, x katror plus 1 plus x. Se cili nga këta faktorë paraqet një trinom të fuqisë së dytë që nuk ka rrënjë. Vlen të theksohet që polinomi i fuqisë së katërt nuk ka rrënjë, por zbërthehet në dy faktorë të fuqisë së dytë, se cili prej tyre nuk ka rrënjë.